Lidhja Demokratike e Kosovës ka reaguar pas një incidenti të ndodhur dje gjatë një interviste ku deputeti i kësaj partie, Armend Zemaj, u përball me ofendime verbale, të cilit u përgjigj me sulm fizik ndaj një mërgjimtari nga Gjermania. Në komunikatën e saj zyrtare, LDK-ja cilëson ngjarjen si akt të papranueshëm dhe cënim të drejtë për drejtë ndaj sigurisë personale të një përfaqësuesi të zgjedhur të popullit dhe të integritetit të institucioneve demokratike të vendit. E këtë reagim të LDK-s nuk e ka pritur mirë Kadri Kryeziu, i cili përmes një postimi në Facebook ka komentuar ashpër qëndrimin e partisë. Ai thot se shtëpia e madhe e Ibrahim Rugovës ka rënë aq poshtë sa sot ja bën avokatin të pambrojtshmes, duke akuzuar udhëheqjen aktuale të LDK-s për mungesë të parimeve rugoviane dhe për devijim nga vlera demokratike. Kryeziu ka shtuar se nëse qytetarët, kushdo qofshin ata, nuk guxojnë të sfidojnë politikanët, atëherë kjo quhet diktaturë, duke e quajtur projektin e Lumirit, në aludim ndaj kryetarit të LDK-s Lumir Abdiqiku, si autoritar dhe të nështruar ndaj egos së një njeriu. Sa poshtë që ka rënë shtëpia e madhe e Ibrahim Rugovës, sa që sot i bëjnë avokatin të pambrojtshmes, nëse qytetarët, kushdo qofshin ata, nuk guxojnë të sfidojnë politikanët, atëherë kjo quhet diktaturë. Dhe pikërisht një shtet i tillë autoritare i nështruar ndaj egos së një njeriu është projekti i Lumirit. Logjikën titiste e ndjen nga kilometra larg. Bursisti i Sorosit e fantazon veten si Titoja i vogël, shkruan Kryeziu me ironi. Janë publikuar pamjet e sulmit të deputetit Armend Zemaj ndaj mërgjimtarit në sheshin e Prishtinës pasi ky i fundit e kishte quajtur Renc. Në kohën kur deputeti ishte duke dhënë një intervistë televizive, si Zemaj, ashtu edhe mërgjimtari kishin dhënë versionet e tyre të ngjarjes. Përmes një reagimi në rrjetet sociale, Zemaj shpreu keqardhje të sinqertë për incidentin, duke theksuar se reagimi i tij ishte në afekt dhe nuk përfaqëson as bindjet e tij personale, as parimet që mban si deputet dhe antar i LDK-s. Një qytetar nuk e di a ishte e rastit apo me qëllim të caktuar, këtë do ta vërtetoj policia. Më ofendoi dhe më provokoi verbalisht me fjalë të papranueshme para medias dhe gazetarit që ishim në intervistë. Në atë moment reagova në mënyrë të vetëmbrojtjes në afekt, gjë e cila nuk përfaqëson bindjet e mia, shkroi Zemaj në Facebook. Ndërkohë, mërgjimtari Nua Osmani ka dhënë versionin e tij rreth incidentit të ndodhur. Ai tha se është fyer rënd jo vetëm ai, por edhe gruaja dhe nëna e tij. Ndërkohë, policia e Kosovës është marrë ditën e djeshme me deputetin e LDK-s Armend Zemaj, i cili në mes të sheshit e sulmoi bashkëdhetarin nga Gjermania. Zemaj nuk ka qenë i qasshëm, por përmes rrjetit social Facebook ka nënvizuar se kjo do t'i shërbejë si mësim për të qenë më i durueshëm dhe më i përmbajtur në çdo situatë. Ndërkohë, bashkëdhetari Nua Osmani ka dhënë më shumë detaje se si ka ndodhur rasti. Ndërkohë kërkon që deputetët të cilët sillen me arrogancë si Zemaj, fyejnë qytetarët dhe i godasin ata, duhet të japin dorëheqje nga posti i deputetit dhe të mos merren fare me politikë. Ai më fyeu, unë ju afrova me pyet çka po don, ai u sollëndshëm dhe më goditi. Unë prej tij kisha kërkuar që të kërkoj falje të gjithë qytetarëve të Kosovës dhe mua për sjelljen e tij arrogante, të gjitha të tjerat le t'i kryej drejtësia nëse ka drejtësi, thot Osmani. Për të ndjekur procedurat ligjore, tani Osmani ka angazhuar edhe një avokat. Liridon Kutlovci, avokati i tij, theksoi se nga hetimet vetëm do të zbardhet e vërteta. I mbrojturi im do të vazhdojë me të gjitha procedurat ligjore deri në fund, shpreh ai. Rasti ndërkohë është proceduar edhe në polici. Lidhur me incidentin, palët e përfshira janë intervistuar dhe pritet që lënda të procedohet më tutje. Deputeti i Lidhjes Demokratike të Kosovës, Armend Zemaj, ka goditur me grusht një qytetar në sheshin e Prishtinës. Zemaj ishte duke dhënë një intervistë për një media vendore në momentin kur ka ndodhur incidenti. Përmes një postimi në rrjetet sociale, vetë Zemaj pretendon se është ofenduar dhe provokuar nga qytetari. Ndërkohë, policia dhe grupi hetimor po punojnë për zbardhjen e plotë të rrethanave të kësaj ngjarje. Sot gjatë një interviste publike ndodhi një situatë e pakëndshme për të cilën ndiej keqardhje të sinqertë. Një qytetar nuk e di a ishte e rastit apo me qëllim të caktuar. Këtë do e vërtetojmë policia. Më ofendoi dhe më provokoi verbalisht me fjalë të papranueshme para medias dhe gazetarit që ishim në intervistë. Në atë moment reagova në mënyrë të vetëmbrojtjes në afekt, gjë e cila nuk përfaqëson as bindjet e mia personale, as parimet që unë përfaqësoj si deputet dhe si antar i LDK-s. Në këto raste, sulmi dhe fyerjes të ulta sigurisht do duhet të ruajë qetësinë dhe dinjitetin në çdo rrethan dhe pavarësisht provokimit, i cili nuk më ka ndodhur kurrë gjatë karrierës sime. Dhuna në çfarëdo forme nuk është përgjigje e drejtë. Për këtë veprim shpreh keqardhje dhe kërkoj falje publike. Kam respekt të plot për çdo person, për çdo mendim dhe çdo kritik, pavarësisht se sa e ashpër mund të jetë ajo. E imja është të mos reagoj me emocione, andaj duhet të më shërbej si mësim për të qenë më i durueshëm
dhe më i përmbajtur në çdo situatë. Faleminderit të gjithëve për mirëkuptimin. Sa kaq deputeti i LDK-s Arben Gashi ka dalë në krah bashkëpartiakut të tij Armend Zemajt, i cili sot e gërshtoi një qytetar në shesh. Dhuna, qoftë verbale apo në çfarëdo forme tjetër ndaj përfaqësuesve institucional, duhet të marrë emërtimin e merituar, sepse nuk është vetëm ndaj individit, por ndaj vetë funksionit publik që ai përfaqëson. Në një shoqëri demokratike, kritika është e domosdoshme dhe e shëndetshme, por dhuna nuk ka vend. Armend Zemaj qëndroni pa lëkundur, ka shkruar Gashi. Vetë Zemaj sa kaq kërkoi falje duke thënë se ka vepruar në afekt të vetmbrojtjes.